Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. I ftuari i parë është Eduard Keti. Eduardi është instruktor palestre i cili do të na flas pak si të kemi një trup të shëndetshëm, të tonifikuar dhe të na japi këshilla të vlefshme për të gjithë. Eduard, mirë se erdha. Faleminderit për ftesën. Falenderoj që pranove ti është pjesë e emisionit Vibe dhe të na japësh këshilla të vlefshme për të gjithë femra dhe djem. Patjetër. Atëherë, nëse e prezanton veten shkurt, kush është Edi jashtë palestra? Kur e mbyll atë turnin, kur i mbyll ato ushtrimet e palestrës dhe shkon në shtëpi. Duke qenë se merremi gjithkohës me motivimin dhe disiplinimin e klientëve, thjesht është momenti për të shplodhur dhe për të karikuar veten për ditën e ardhshme. Nuk është se kemi një identitet tjetër instruktorët e palestrës. Kur lindi pasioni yt për palestrën dhe kur mendove që ti këtë ta kthesh në profesion? Diku në moshën 12 vjeçare, merresha me disiplinën e futbollit edhe pas të domosdoshme, të merresha me ushtrimet e forcës dhe fitnessit për të rritur peshën dhe masën muskulare. Më pas, rreth moshës 18 vjeç, për të filluar dhe për ta ushtruar si profesion, si ndihmës trajner, më pas për të zhvilluar hapat pasardhës. A i mban mend gabimet e tua të para që bëje? Gabimet e para janë të panumërta, megjithëse prej tyre mësojmë, po kryesisht tek rritja e peshave për të sforcuar veten dhe për të parë rezultat që eventualisht sillnin në risk dëmtimi. Kur ishte momenti që ti të bëhesh instruktor dhe jo vetëm të merresh me palestër për trupin tënd? Kur njerëzit fillojnë edhe të kërkojnë këshilla, si për pjesën e disiplinimit, po edhe për të ndryshuar veten e vet. Në momentin që një person të shikon si inspirim për të ndryshuar, pse jo mos ndihmosh dikë tjetër që të ndryshojë jetën e vet. Çfarë të veçon ty nga instruktorët e tjerë? Nuk ka diferencim të veçantë, përveç se mund të përmendesh faktin e durimit që mund të merresh me njerëz. Me që jemi tek hyrja, do me thënë hyrja intervistës, le ta quajmë, hyrja bisedës dhe prezantimi, do të di më shumë për ty personalisht. Sa romantik mund të jetë një trajner? Sa romantik mund të jetë? Varet sa motivues është në palestër. Të gjëra ecin të dyja paralelisht. Në partneritet bëhet fjalë. Në partneritet, në stërvitje në grupe. Pse po sikur se kupton? Në marrëdhënie dashurore. Po këto janë dy gjëra të veçuara. Pjesa e të stërviturit të klientëve dhe pjesa e partneritetit. Janë dy gjëra komplet kundërta. Po, sa romantik je ti? 100% rasteve. Je xheloz? Pjesërisht, siç janë të gjithë. Çfarë i thua të dashurës tënde çdo ditë? Nuk ka asgjë konkrete përveç sa ti lësh të kuptosh sa profesional je ti në punën tënde. Ti çfarë i thua të dashurës tënde çdo ditë? Nuk është diçka që e vën në diskutim në përditshmëri, përveç se siç ta thash, ta tregosh sa profesional je me sjelljen tënde kundrejt klientëve. Afrimiteti, suporti, gjë që për shembull pjesa që përballen gjithë instruktorët e palestrës është kontakti fizik, gjë që nuk është e nevojshme për të treguar profesionalitet edhe për të përcjell dietën tua në lidhje me palestrën. A është xheloze partnerja jote? Patjetër. Si a heq xhelozinë në momente të saktuara? Duke qenë se ti ke kontakt me femra dhe kushdo do ishte xheloza, ëh? Prezenca e saj. Kështu që për ta bërë gjën sa më të thjeshtë. Edhe unë e takova partnerën tënde para se të futeshim në intervistë. Je me fat që e ke një femër si ajo. Faleminderit. Edhe ju uroj që një ditë të bëjni një familje ashtu siç ua doj bardha zemrës, e madhe apo e vogël, sido që ti jesh një vajzë mrekullueshme. Faleminderit. Atëherë, tani të kalojmë prapë te profesioni, se nuk dua të të ngacmoj më për jetën personale, për marrëdhëniet me partnerën, se kujt dihet ndoshta u ham dhe mësysh. Çfarë kontrollon së pari të një klient i ri? Objektivin, shëndetin apo disiplinën? Shëndetin parimisht, janë disa gjëra që nuk duhen anashkaluar, problematikat, historikun, një dëmtim kockor të mëparshëm, një problem genetik, gjë që do ishte perfektja si hapi parë të ketë një skedë analiza që ti mund të kesh edhe një sens orientimi si mund ta ndërtosh programin. Cili është gabimi më i zakonshëm që bëjnë fillestarët? Për shpejtimi i progresit, duan të ecin me hapa shumë të mëdhenj. Kështu që gradualisht edhe pesha dhe intensiteti duhen rritur në mënyrë progresive sa më ngadalë të jetë e mundur.
Sa më të ngadalë t'jen hapat, aq më stabil dhe konsistent është progresi. Kemi që sa më të ngadalë t'jen hapat, po kur shihet realisht ndryshimi? Kur jep rezultat palestra? Për të parë trupin tënd ideal, për të qenë realist, duhen le të themi mbi 6 muaj ose 1 vit, që ti të kesh ndërtuar dhe konsistencë dhe fizionomi tjetër, le të themi. Por në diskutime sipër me klientët që ti mbajnë të motivuar, le të themi që ndryshim mund shikosh çdo 8 javë ose 12 javë në raport me I shikon ose apo masën i e motivoni ju i gënjeni në thonjza? Jo, sepse le të themi përkushtimi që tregon në palestër nuk të gënjen trupi. Në momentin që ti le të themi e dredh në palestër me progresin ose me ushqimin jashtë, trupi nuk ka se si të gënje dhe rezultat nuk do kesh domosdo. A ka persona që vinë me objektiva të pamundur dhe si u thua të vërtetën? Objektivat e pamundur kategorizojnë objektivat shumë të shpejt. Ideali është që ti përballesh me realitetin që ti mos dalësh mashtrues fundja. Çfarë bën kur një klient nuk e zbaton planin, por fajson instruktorin? E lodh akoma dhe më tepër. Si për shembull? Tek pjesa e kardios, intensitetit me pesha, rritjes së seteve, që dhe ai ta kuptoj që është bashkëpunim, nuk e ka në dorë vetëm trajneri. A ke refuzuar ndonjëherë Klient? të stërvisësh dikë dhe për çfarë arsye? Jo, nuk kam refuzuar sepse e kam parë si sfidë me veten që asnjë klient nuk është i pamundur për tu stërvitur ose kalitur, që t'ja ndryshosh mindsetin. Atëherë unë dua të di se ku është ndryshimi mes një instruktori dhe një personi që ka një trup super të bukur. Instruktori ka një uri të bazë shkencore dhe sportive për të marrë një person për ta stërvitur nga zeroja dhe për ta çuar aty kudo. Pa diskutim është dhe aftësi veçmas, motivimi, mbështetja morale dhe psikologjike që aplikon te klienti. Kardio apo pesha, cila është më efektive për dobësim? Do preferoja të thoja peshat, por të dyja bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Të dyja krijojnë atë rutinën perfekte. A është e vërtetë se ngritja e peshave i fryn femrat? Jo, është komplet mit, sepse i bën ato që të duken më feminile, normalisht me ndërtimin e programit të dur dhe konsumin e ushqimit të dur. A mund ta humbasim dhjamin vetëm në bark ose në një zonë të caktuar? Jo, edhe ky është komplet mit, sepse masa dhjamore humbet komplet duke reaguar në të gjithë trupin, diku më shumë edhe diku më pak. Atëherë sa ditë në javë duhet të stërvitet një person i zakonshëm? Do e quaja mëset mjaftueshme me intensitetin e dur 3 deri në 4 herë në javë. Kur stërvitja e tepërt bëhet e dëmshme? Kur ti nuk i lë trupit, mjaftueshëm kohë për të rikuperuar, qoftë në sensin e gjumit, të ushqimit, por edhe ditët ndërmjet pushim. Nuk është e domosdoshme që të bësh çdo ditë mundshme stërvitje. Cilat janë ushqimet më të keq përdorura në palestër? Kryesisht, siç dihet, ushqimet e procesuara dhe normalisht akoma dhe më tepër ato me stimulant, kafeinë të tepërt ose pijet me gaz, gjë që shumicën e kohës ju sjell takikardi, sepse përdorin dozë më shumë se ç'është e nevojshme, e abuzojnë. A ka ushtrime që nuk do t'ja rekomendojë një fillestari? Ka ushtrime që përdoren në forma komerciale, por normalisht që ideja është një klient fillestar të stërvitet me ngarkesë minimale ose mesatare. Thjesht të evitoj ato ushtrim që mos të përplaset me riskun e dëmtimit. Si duhet të ushqehet një person që bën palestër? Për të marrë proteina pa përdorur suplemente, pa përdorur suplemente. Perfektja është balanca ushqimore. Trupi ka nevojë për gjitha, si për proteinë dhe karbohidratet dhe fibrat, yndyrnat. Mjafton që mos t'jetë sasia alla shqiptarçe me tepsi. Porcione modeste sjell rezultat për çdo. Sa rëndësi ka gjumi? Gjumi është primar, sepse ngarkesa stërvitore sjell edhe ngarkesë nervore. Të dyja ecin bashkë, kështu që gjumin do ta quaja primar për rikuperim, si për suplementeve dhe çdo gjë tjetër. A është dhimbja pas stërvitjes gjithmonë një shenjë që ke punuar mirë? Jo domosdoshmërisht,
sepse kjo tregon që je dobët edhe me nivelin e rikuperimit. Patjetër që është një indikator në fillimet e stërvitjes që muskuli është shokuar nga stërvitja, por tregon që nëse çdo seancë të mundshme në vazhdimsi ti ke ngërçe dhe kontraktime muskulore, tregon që nuk je aty ku duhet me rikuperimin. Atëherë unë do doja një këshill për ty, nga ty, për të gjithë ato që duhet të nisin palestrën, çfarë benefitesh jep palestra? Unë do ta kategorizoja si disiplinën më të mirë për pjesën e shkarkimit të energjisë negative dhe në raport me shëndetin fizik, normalisht ka benefitet pa numërta. Duke qenë se jeta moderne është bërë jetesë shumë sedentare, njerëzit kanë nevojë të shkarkojnë energji. Dhe ku ka më mirë se të ndërtosh një vezë të shëndetshëm si palestra, si për aspektin muskulor, por edhe për atë nervor. Të falenderoj shumë Edi që ishe pjesë e emisionit Vibe. Faleminderit për ftesën.